Kisha pas qef të shkon sot të në debat me pyet, kush janë ata? Unë e ftoj, del fol me emra me mbi emra. Kush janë ata? Unë jam interesuar me ditë kush janë ata. Kjo është shumë e olt, është shumë e pandershme. Nuk mundet me shit këtë propagandë edhe këto forma, sepse të qytetarët e Mitrovicës janë lodh me beteja, janë lodh me arroganca, janë lodh me qasje e cila nuk është e dobishme për atë qytet. Mjaftu shumë e kem varrën prej vitit 99 tek ura Ibrit. Jem qyteti vetëm që ende nuk e kem ditën e çlirimit. Na kem nevojë për qeverisje, për qasje, për personalitete, për politikanë që e dojnë Mitrovicën, i dojnë ata njerëz, i respektojnë, angazhohen konkretisht në tema, në punë, shka kërkohen prej përgjithësisë time dhe secillit, ju po thoni që Faton Peci nuk e don, dërso me abuzu. Ju po thoni që Faton Peci nuk e don Mitrovicën? Kjo qasje është për me terrorizu, për me mashtru, për me manipulu vullnetin e qytetarëve dhe qytetarët e Mitrovicës, sepse pëservohet dhe nuk i bën derë qytetarëve të Mitrovicës dhe nuk është kulturë e Mitrovicalive. Pra është krejtësisht diçka tjetër me ato çka kanë me dhe me vlerat e qytetarisë të Mitrovicalive. Pra na kem nevojë për qasje respektuese, bashkuese, pozitive. Po krejtë ato elemente, dokuri negative që vrehen, që i vrejën, e kam obligim me i denoncu. Mirë po nëse dalë flasë televizore, do të me koni sakt dhe konkret, me emër mbi emëri, jo me bo propagandë. Jo me bo propagandë. Pra kjo është shumë e olt, është shumë e pandershme, është shumë e padinitetshme dhe është duke u përdorë veç për me mashtru, propagandu qytetin dhe qytetarët e Mitrovicës. Unë e ftoj, del fol me emra me mbi emra. Kush janë ata? Unë jam interesuar me ditë kush janë ata. Kisha pas qef të shkon sot të në debat me pyet, kush janë ata? Do të me fol, e kem obligim. Edhe na kishim pas qef më konë debat Faton Peci. Po ka thonë që Kurs shkoj aty, edhe neve na përmendi emrin gazetarëve, me emrin mbi emrin ju referu, dhe u quajtëm strukturë kriminale. Arjan, 3 exit polle, të 3 kanë dalë të hoqta. A keni bo makinacion, a keni bo engineering për me dekuraju votusin e lëvizjes vetëvendosje pikërisht përmes këtyre exit polleve? Këto exit polle jo e di normal, njëri ka qenë edhe pjesë bashkëpunuese televizionit Dugagjine, që janë tërësisht pavorura, nuk është se ka autoritet, kompetencë e mundësi as on, as aj dhe as njëri prej neve me ndikut e tu. Shto tjetrën janë 3 kompani që janë rivale me njëra tjetrën, për te soj. Dëmtimi konsideroj se ka mund më mbo mu personalisht, për shkak që votuesi em në qytetin e Mitrovicës atë det nuk është dalë me votu, kur është kriju percepcioni.